Rënja drastike e numrit të bagëtive të imta dhe gjetëve në Dibër është një fenomen që po thellohet nga viti në vit, ndonse kjo zonë njihet si një nga më të favorshmet për zhvillimin e blegtorisë, sot shumë prej staneve dhe kullotave kanë mbetur bosh. Banorët e zonës së Maqellares tregojnë se para viteve 90, në këtë zonë kishte mbi 15.000 krerë bagëti të imta, të cilat kullosnin në bjeshkët përreth. Sot sipas tyre, numri është ulur ndjeshëm dhe kanë mbetur shumë pak blegtor, të cilët mbarështojnë një numër të kufizuar bagëtish. Në këtë periudhë të vitit, bjeshkët dikur mbusheshin me kope bagëtish dhe për shumë familje, blegtoria ishte burimi kryesor i të ardhurave. Por sot, panorama ka ndryshuar krejtësisht dhe malet duken të boshatisura. Banorët shprehen se një nga shkaqet kryesore të kësaj situate është mungesa e politikave mbështetëse për blegtorin nga institucionet shtetërore. Sipas tyre, mungesa e subvencioneve, kostot e larta dhe braktisja e fshatrave kanë detyruar shumë familje të heqin dorë nga mbarështimi i bagëtive, ndërkohë emigrimi i të rinjve drejt vendeve të huaja për një jetë më të mirë po e përshpejton edhe më shumë këtë fenomen. Ashtu si shumë fshatra që po zbrazen ditës nga banorët, edhe blegtoria në Dibër duket se po shkon drejt zhdukjes gradualisht.